Ministra në detyrë e punëve të jashtme, Donika Gërvalla Zhvarc, ka deklaruar pasurinë e saj në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Gërvalla në regjistrin e publikuar në agjenci ka raportuar një shtëpi që e ka deklaruar si të trashëguar, truall, ardh dhe pyll, të gjitha këto në emër të saj. Tutje në regjistër, Gërvalla ka deklaruar edhe 3 vetura, njërën të sajën, të bashkëshortit dhe të fëmijëve. Ministri në detyrë e punëve të jashtme, në pjesën e zotërimit të aksioneve në shoqëri tregtare, ka deklaruar se është aksionere në ndërmarrjen individuale Albingua UG dhe bashkëpunar 2 të tjerë. Tutje, Ministria Gërvalla ka deklaruar 2.000 euro para të gatshme në Kosovë, 165 euro në Gjermani dhe ka deklaruar 5.000 euro të bashkëshortit në Gjermani. Gërvalla, të ardhurat vjetore nga paga neto përmes listës së pagave, ka deklaruar 17.840 euro, si dhe nga mëgitja 14.493 euro kesh. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramosh Haradinaj ka deklaruar pasurinë e tij si dhe të bashkëshortes Anita Haradinaj. Në regjistrin e publikuar nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit Delze Haradinaj, në pjesën e pasurisë së paluajtshme, ka raportuar 4 shtëpi, tokë, truall dhe një vilë. Këtë janë deklaruar disa në emër të tij dhe disa si të përbashkëta. Haradinaj ka paraqitur edhe 2 vetura, njërën në emër të tij dhe tjetrën në emër të bashkëshortes. Lideri i AK-s është aksioner edhe në një firmë ndërtimi HCC SHPK. 50% të aksioneve i ka ai dhe 50% bashkëshortja e tij. Haradinaj tutje ka raportuar edhe parat e gatshme në llogari. Ai ka raportuar 16.000 euro parat të gatshme të tij dhe 58.000 euro të bashkëshortes. Lideri i AK-s ka paraqitur edhe obligimet që ka ndaj bankës.